taku me kanë ditën e kiametit, me piu i se dy turve qitë nërshme, sallallahu alaihi wasallam. Thotë Abu Bekri nuk qëllova në Medinë, njeri u mëj afër në pejgamberit alaihi salam. Thotë për haplajni, si kurse plaka që e merë drunin e votë, ashtu për haplajni që në drejjet Muhammed alaihi salam. Kur në drejjet, ta isha të këpunu arën time. I hypa kalit në shkolla, por ta kam nuk ishin këput, nuk më isha me eqë. Me shku me po gjenasën e Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Pa kur hyna në gjami, Omeri ishte ngritë në kohë dhe kishte të zjerë shpatën nga këllëti i ti. Dhe i përtit ke shokëve të vetë. Dhe ju thonte, a i cili këta që u tek Muhammedi alaihi salam, me këtë shpatë ko me frej, ko me dur, se Muhammedi nuk ka vdek. Muhammedi alaihi salam u shku të zoti që shku Musa, në kohë në duri Sinan me mor të vratin. Atër të uri nuk i bona za Omerit. Edhe hyna në shtëpinë e Muhammedit alaihi salam, e cila ka pos derën ndalje në gjaminë e Resulullahit alaihi salatu wassalam. Tha kur hyna, te koka ti kishte qenë bia ime, se bia e Abu Bekrit ka qenë gruaja Muhammedit alaihi salam, pra Aisha nana muslimanëve. Hyna, tha ishte mbulu me një qashat në parë, e zbulova kishte ndru jeta Muhammedit alaihi salam, dhe e putha në parë, dhe i thash, i bukur dhe i mirë ke qenë, kur ke qenë qallë, i bukur dhe i mirë ke po gjenaze, ja Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta mora vetën, u qmalla, u përmarlova, dola dhe hypa në mimlet, dhe ju drejtova muslimanëve në atë momente më kritike që e kishin. Sa që Omeri nuk e kishte paramendu në herë, se ko mundohë me dashën e ti me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Hypa në mimlet dhe ju thash, o ju njerëz, vllazër, njerëzit e mëllaj flasin pak, por kanë të me thonje të madhe, e na që zdina, folëm shumë për me thonë diqka, o vllazdir. E sa një fjallë që sot e dhe e ditër ku komu drilë kjetot, e komu shkatru kjo sistem i qëtësis, ato fjallë që i ka folë të kur hypim bërë, nuk ka me mujtë kush me ishtë. Ju tha popullit të vetë, i letit, umetit Muhammedit alaihi salam. I tha, o ju njerëz, men kane ja'budu Muhammeden, fa inna Muhammeden qad mat, wa men kane ja'budu Allahe, fa inna Allahe hayyun la yamut. Që të thëmë në gjuhën të në shqipe këto fjallë, që meritojnë më shkru me ujin e arit dhe të argentit. Kush e ka mëvnu Muhammedin, dine se Muhammedi ka ndruje, e kush e ka mëvnu Allahun, Allahu o gjallë nuk vdes kur, edhe citaj ajetin në surën Ali Imran, në numër 144, që në tutja citaj juve, wa ma Muhammedun illa rasulun, qad khalet min qablihi ar-rusul, qad khalet min qablihi ar-rusul, afa in mata qutila انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Që të thënë gjuhën shqipe, Muhammedi nuk është tjetër përveç se i dërguar, po ti para ti të dërguar, disa vdiqen, disa unë mbytën një luftë, e si të vdes Muhammedi apo mbytët një luftë, ju do t'jekni dorë nga imani dhe besimi, por nëse ju jekni dorë nga feja dhe besimi, dine se Zotit nuk i bani zarar, s'kini mundësi me i thot dëm, edhe Allah është ai i cili i shpërblejnë mirënjohësit dhe ata që ditën ta falenderojnë Zotin. Fa Omeri radiallahu anhu, ta kur i ndëgjova fjallët e Abu Bekrit, edhe ndëgjova ajetin 144 në surën Ali Imran, me qindra herë, e kam të du, thot këta jetë, por në atë moment nuk më kujtu, po të në kam dhe rash për toke duke qajtë dhe kuptova se pejgamberi alaihi salatu wassalam pas ka vdek. Por vazhmi nëse ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mësimet e ti, parasit e ti, shëfrontyre e ty, nuk ka vdek, ta ishin ata të cilët e organizuan jetën, e zgjatën e khalifatin, e vazhduan ushtrinë e Usama radiallahu anhu, i cili kishte vetëm 18 vite, dhe kur doli prej Medinës me ushtrinë e tij, menduan
Se ka vdek pejgamberi alayhis salam, tash kjo është i duhet të tek mbrapa. Erdhe Abu Bekri dhe tha, a mendoni se une do t'i vë kohë tjetër ushtrisë? Atë ushtri që ka nis pejgamberi alayhis salam luft kundër Bizantëve? Wallahi, ta deri te ushtari mbrojt, kanë munis dhe kanë shku fjalë Rasulullah dhe pse ka vdek sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ta ishin ata të cilët e menaxhuan krizën e tyre, ka kemi nevojë për kësi burrash të mëdhej që din ta menaxhojnë dhe të udhëheqin krizat e njerëzve që sot unë mendoj nuk o kur që kriza ekonomike, nuk është kriza tjera që jenë duke ballafaqume me planetin ton, po që është e modhe kriza e bindjeve dhe kriza e besimit që jenë duke përjetu njerëzit me një krizë të madhe. Zoti e shërbu dhe e udhëzot miletin dhe popullin dhe umetin e Muhammed alayhis salam drejt islamit dhe drejt të mirave të tij. Allah të dashur, kërkoni ndihmën e falë në Zotin, se Zoti falë dhe zonë kur jeni të përdoren për këtë.